Çështja e fëmijëve sigurisht është dhuratë e madhe, është ëndër e një prindi, veçanti e nanës, që të jetë nanë, që të jetë një grua e cila i rrit fëmijët e saj, apo një nanë e cila rrit fëmijët e saj, po edhe baba, që të bëhet prind, baba. Zoti instinktivisht ne ka mbjellur këtë instinkt. Ne ka mbjellë Zoti pa na pyetur fare. Ka nevojë njeriu një ndjenjë të brendshme, të cilën nuk nguron edhe me shfaq se ka shumë dëshirë me pas fëmijë. Edhe nëse ka të të mirat e Zotit, prap fëmijë është një mirë e veçantë, por të të mirat e tjera nuk e zaventësojnë të mirën e fëmijës. Kështu Zoti ka dashur. Por është tek çështja e lindjes së fëmijës, i madhi Zot Gjelle Sha'nuhu na ka treguar në Koran se çështja e fëmijëve i përket madhërisë së Tij. Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku s-samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Pushteti i qiellit dhe i tokës e takon Allahut. Ai është pushtetar absolut. Yakhluqu ma yasha, krijon çka të. Jo çka dojnë tjerë, çka të dën. Fëmija a krijohet? Krijohet. Po edhe gjëra tjera krijohen. Allahu krijon çka të dë. Pastaj thot: "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'aluhum man yasha'u aqima." Allahu i fal. Tash po i fal. Njëherë tha krijen çka dën, tash po të fal. I fal vajza kujt të do, djem kujt të do, ose djem dhe vajza bashkë kujt të do. Po e fundit dhe e lë steril pa fëmijë këtë do. Jashtë të katër llojeve nuk ka ndonjët. Ose veç vajza, ose veç djem, ose djem dhe vajza, ose as djem, as vajza, pa fëmijë fare. Steril, nuk lind. Tani, ne nuk e dimi a jem qatë grupa nuk jem. Për atë i marrëm se bejpet shkaqet. I marrëm se bejpet. Madje nëse në thët mjeko, se nuk mund të lind, një prapë i marrëm se bejpet. I marrëm se bejpet. Njëra prej sebepeve të forta, për shkaqe të forta është mjekësia, ilaçi, kërkimi i ilaçit. Nëse mund të ketë defekte të vogla, të cilat i njeh shkenca, i studion, i njeh, i emërton dhe përpiqet të mjekon ato defekte, ato smundje të vogla, i quhen smundje apo defekte, s'është më rëndësi se quhen, të cilat e pengojnë ose fekondimin, ose zhvillimin, ose rritjen e atij fryti. Andaj, ose formimin e vetë fares, ujit apo të fares, dëpsojnë, apo e pengojnë. Smundjet të cilat i njeh mjekësia më mirë se shfushë jonja jo, dhe me mjekësi mund të arrihet. Nga njëherë, mjekësia propozon që shtatzania të bëhet nëpërmjet fekondimit artificial. Sepse çdo gjë është në rregull, por nuk arrihet të kontaktohet apo të bëhet kontakti mes ujit të mashkullit dhe ujit të femrës, e që në shkencë quhet fekondim, nuk arrin të bëhet, andaj ka nevojë për ndërhyrje të jashtme nëpërmjet injeksionit. Kjo tashmë është shumë e lehtë në mjekësi, praktikohet gjithandej nëpër botë,
Fetarisht është e lejuar, por gjithsesi me kusht që uji të jetë i burrit sajna. Uji të jetë i burrit sajna. Sepse është e njëjta procedurë që bëhet natyralisht, vetëm se kjo bëhet nëpërmjet injeksionit në mënyrë artificiale. Për shkaqeve sebepeve të cilat duhet me ndjekë robi, është edhe duaja lutja. Allahu i madhruar në cekë Zekerian se si u lut për fëmijë. Boni dua në surat Ali Imran dhe në surat Maryam. Me falë Zotë e vlat. Përdori lutjen duan, mjet, sebeb, dhe Allahu ju përqiq. Ibrahimi alayhi salam o lut kot gjatë me falë Allahu e vlat. Dhe ja fali Allahu, ju përgjigj Allahu, i erdhen me laçet në formë të njeriut, të njerëzve, e përgëzuan atë dhe gruan e tij Sarën se Allahu po do me ju fal evlad. Edhe madje edhe ja tha Allahu nëpërmjet melekut edhe emrin Ishaq, madje tha se ju keni me nxanë gjallë edhe nipin Jakubin. Ani pse ata tashmë veçanti Sarai i kishte kaluar ligjet e natyrshme për të lindur, sepse ishte plak i vjetër, shumë i shtyrë në moshë. Të njëjtën gjatë Zekeria me gruan e vet. Për mos më zgjat, doja bën çuditëra. Tani në Ramazan, kot se fyrit, kot iftarit gjatë ditës me lut Allahun azza wa jall. Kur jem të doja me bë edhe natë pjesë të fyrit dhe me raj stikfar shumë, me raj stikfar. Shumë ulema si Hasan Basriu dhe të tjerë e kanë marrur tregimin e Nuhit alayhi salam, respektivisht thënjet e Nuhit alayhi salam, popullit të tij e kanë marrë si dua e cila bën dhe kryen shumë punë të shfrytëzohet në disa raste, ndërto edhe kur njeriu nuk ka fëmijë. Thot Nuhi alayhi salam në surën Nuh: "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Thot Nuhi alayhi salam edhe o Zot, unë i thash popullit tim, birni istikfar. Pra thënë astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Vërtet Zoti është gafar, fali shumë. Kur bëni istikfar, Zoti çon bereqet për qiellit, Zoti çon bereqet për tokë, u ashton pasurinë juaj, por edhe jap fëmijë juve. Ju mdidkum bi amwali wa banin, dhe u jap fëmijë. Andaj kanë thënë ulemat, siç thash pyetyn Hasan Basriu dhe shumë të tjerë, njeriu i cili ka nevojë për pasuri, le të bën sa më shumë istikfar. Njeriu i cili ka nevojë për bereqet, le të bën sa më shumë istikfar. Njeriu i cili ka nevojë për fëmijë, si falë Zoti fëmijë nuk lind gruaja, le të bën sa më shumë istikfar. Kjo është e provuar me gjenerata. Prej mënyrave të mira me përdor mjekuse është edhe sadakaja motër. Sadakaja, me dhanë sadaka, me njetë me të falë Zotë e vlat. Sadakaja bën çuditëra. Sadakaja lëmosha, sadaka. Mund të jetë ushqim, mund të jetë gjëra materiale, mund të jetë çdo që para, mund të jetë sadaka, jap dikujt. Bën gjëra të çuditshme. Në shumë fusha, madje tana fushat e jetës. Edhe nëse nuk e bën ndonjë një të caktuar, por thjesht jap sadaka për Zotin. Jap sadaka për Allahun, por atje falem të gjunahet, atje trun Allah me ndonjë belaje, atje ta zgjidhën ndonjë kader, atje trun Allahu evlad, atje ta shton pasurinë për sadakas që dha.
që edhe atje të mbron për ndonjë belaje, ndonjë kurthe që dënë me të pregadit dikush, atje mbron për dënimit në varë, atje mbron ditën e kiametit, për dënimit ditës e kiametit. Sadakaja bën çuditëra. Edhe nëse nuk e bën jetë thjesht, nuk e përgjithëson, po për japi për Allahun Azza wa Jall, çfarë do të qoftë. Ndërsa kur e bën jetë specifikan, po japi sadakan me mjekut smurin për shembull. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, davu mardakum bis sadaqa, japni mjekani të smuarit e juaj me sadaka. Mjekani të smuarit e juaj me sadaka. Pra, kur e keni antar familjes smut, jep sadak dhe thu o Zot, ma shëron të afërmin tem, ja Rabbi. Ose edhe i thu atij që ja jep. E kam një smut, po kam qef të para sadaka, lut të Zotin për të afërmin. Pra dhe ju jepni sadakan nëse keni, dhe bëni një jetë për mi falë Allahu e flet. Dhe në fund krejt, Allahu i madhruar, ata që është më mirë për ju dijeni se ka më caktuar. Ata që është më mirë për ju, ka më caktuar, dhe ata që cakton Allahu gjithmonë është më e mirë për robën. Allahu ju rujt, ja Rabbil Alamin, i fal të vlat hajr. Nëse është herë mi fal, po.